Përshëndetje nga ky episodi 2 të Klas Real Estate. Sot ju flasim nga Bregdeti, sepse kemi përzgjedhur një kompani shqiptare me një mbulim shumë të gjerë në vend, pronash, apartamentesh, vilash, shumë të mira, por dhe në Bregdet, këtu në Kepin e Rodonit, në kompleksin prive, ka ardhur ta flasi sot brokeri i parë i Future Home, Davis Duka. Davis, përshëndetje. Përshëndetje, Cindy. Faleminderit që je me mua. Faleminderit ju që na ftuat në këtë projekt shumë të bukur, ty personalisht dhe Klas Real Estate që ka bërë një projekt shumë të mirë për pjesën e real estate të tërësi dhe po japin zë agjentëve, brokerave, zyrave. E vërtet, edhe ndaj është marrë edhe kjo nisëm për të bërë diçka në lidhje me këtë industri kaq të zhvilluar. Edhe në fakt, unë dua të të falenderoj ty që më bëre të kuptoj se si është zhvilluar industria e pronave këtu në Gjirin e Lalëzit në Kepin e Rodonit. Nuk e dija kishit qenë ju ndonjëherë te Kepi i Rodonit. Unë nuk isha qenë në këtë resort më parë në prive. Shumë individ nuk kanë qenë dhe nuk e njohin shumë Kepin e Rodonit, zakonisht shkojnë drejt te Gjiri i Lalëzit, por kjo është një nga kepet më të mëdha në Shqipëri, që është akoma duke u zhvilluar dhe është në zhvillim të sipër. Sot për sot është i vjergjër. Siç e thash, ky është kepi më i madh edhe në krahun e djathtë është Tala dhe Shëngjini që ka një pamje fantastike, dhe në krahun e majt kemi Durrësin, do të thënë pozicioni gjeografik është shumë i mirë. Por dhe nga historia ky sigji është këtu kemi Kalan e Skënderbeut, që është ndërtuar 1444, plus ke 4 manastire që janë prishur, por aktualisht ndodhet ka atraksione që turistët normalisht i kanë qejf dhe duan të vizitojnë. Patjetër, sepse është jo vetëm Bregdeti, por është një turizëm më gjithëpërfshirës. Edhe mua më pëlqen shumë mënyra se si janë të zhvilluara vilat këtu. Pra është një koncept shumë perëndimor, është duket sikur largohesh nga Shqipëria. Këtu ku jemi aktualisht është një nga komplekset e para që janë bërë në Kepin e Rodonit, por aktualisht që flasim ka dhe shumë projekte të tjera që do zhvillohen. Po do jetë prive 2 që në krahun ande dhe pastaj Si është ardhmja e Kepit të Rodonit? Ideja është që Bregdeti aktualisht që flasim ka shumë kërkesë. Kjo ka bërë që edhe ndërtuesit dhe investitorët ta fillojnë ta zhvillojnë këtë vend. Investitorët, domethënë, sepse ideja e gjithë është që kërkesat ka dhe shqiptarët të huaj. Që duan të investojnë, qoftë për të banuar dhe për të ardhur me pushime, qoftë dhe për të zhvilluar pjesën e dhënies me qera. Sepse dhe lokacioni ku ndodhemi ne jemi shumë afër aeroportit Tiranës, jemi shumë afër Durrësit, portit, dhe kjo ka bërë që kjo zonë të zhvillohet. Dhe janë individ që thash marrin vila, apartamente, por ka dhe individ që mund të marrin qoftë shtëpi të vjetra në përfshat, qoftë toka që i zhvillojnë vetë. Sepse ky është një vend që nuk është zhvilluar dhe kjo jep mundësinë gjithë secili investitori për ta zhvilluar këtë vend. Po, dhe padyshim që duke qenë një kompleks ku kanë përshtypjen njerëzit i shikojnë pronat strategjikisht si investime, mbase si shtëpi pushimi, mbase njerëz që vinë nga jashtë shikojnë si pika e interesi për të patur një pronë të qëndrueshme në Shqipëri, dhe mbase kanë interes edhe të dinë nga ti si përfaqësues i mirë i këtij standardi të pronave, lidhur me kushtet këtu, pra siguria, pak edhe mbase me planimetrinë e vilave, apartamenteve, pra si variojnë pronat këtu. Shiko, këtu ka tipologji të ndryshme vilash. Domethënë ka vila të mëdha, të vogla, pastaj kanë këto apartamente që janë duplekse të mëdha, apartamente 2+1 dhe apartamente 1+1. Por minimalisht një vilë vete nga 450 deri në 1 milion apo 2 milion euro. Që janë varet nga metra katror të ndërtimit, plus edhe investimi që mund të ketë brenda, qoftë pishina, qoftë pamja, por ka edhe apartamente që mund t'i gjesh edhe me çmim më të lirë. Që do të thotë për shembull një apartament 100 metra katror mund ta gjesh me 150-200.000 euro, gjë që ti e shfrytëzon qoftë dimrit, qoftë edhe verës. Po, absolutisht është investimi mirë për ta dhënë me qera, sot funksionojnë shumë mirë edhe koncepti Airbnb-s, i shtëpive që mbase lihen për turistë që vinë apo për njerëz që i përzgjedhin për një natë, për 2 netë. Mendoj që koncepti i pronave këtu është i shfrytzueshëm në shumë aspekte. Kjo e bën edhe priven një kompleks shumë interesant për ta konsideruar, jo vetëm për të banuar. Me këto çmime pronash, që ti thua startojnë nga 450.000 euro deri në 1 milion, 2 milion euro në varësi të pronës, pa diskutim që edhe komisionet duhet jenë të kripura. Shiko, ne jemi konsulent imobiliar normalisht edhe ne bëjmë punën tonë, të marketimit, të shërbimit të klientit, të shërbimit të pronarit dhe për këtë ne paguhemi. Normalisht, në momentin që ti shet një vilë 2 milion euro, komisioni normalisht është shumë i mirë. Si variojnë këto komisione? Ne marrim në total 4% të vlerës, të shitjes totale, 3% i marrim ati që shet pronën dhe 1% ati që e blen pronën. Kjo bën që
konsulentët imobiliar të punojnë më fort dhe të japin më shumë zë punës së vet. Sepse duke qenë se unë kam vite në këtë treg para 10 vitesh, ka qenë më e vështirë për një konsulent imobiliar që të zhvillonte këtë lloj pune, kurse sot tregu është konsoliduar edhe njerëzit e njohin agjentin imobiliar dhe shërbimin e tyre. Kjo ka bërë që shumë të rinj po futen në real estate dhe unë do ftoj prapë. Ka shumë informacion mbi këtë industri tani, ndoshta kjo i fton edhe të rinjt. Të rinjt janë shumë, domethënë, shumë kërkesa e madhe është e të rinjt, sepse kjo është një punë që, domethënë, ti e menaxhon vetë, është biznesi jot në fund të ditës dhe ti e menaxhon vetë kohën. Një nga gjërat më të rëndësishme, sidomos të rinjve sot, është menaxhimi i kohës, se duan edhe atë lirinë e vet. Domethënë ti kjo është lifestyle që ti je edhe në punë edhe për qef, i themi ne. Një hapësirë shumë edhe për kryefamiljarët, patjetër, që duhet jenë prezent. Po ideja është që ne duhet kemi kohë edhe për veten, po edhe për punën. Dhe kjo lloj pune ta duke qenë se kjo është si biznesi jot, ti mund t'i lësh vetë oraret, vetë takimet, ti mund të kesh kohë edhe për punën, po edhe për të dalat, i themi ne. Një nga gjërat, kurse pjesa tjetër është pjesa e networkut, sepse te kjo punë ti takon shumëllëshmëri të ndryshme njerëzish, duke filluar nga ndërtuesa, investitora, të huaj, dhe kjo të bën që ti të rrisësh veten tënde. Unë kur kam nisur këtë punë para 10 vitesh, unë kam pasur vetëm 200 numra në telefon, që duhet ta thënë, dhe aktualisht që flasim unë kam diku te 8000 numra. Historia jote e fillimit është interesante. Në fakt ti je broker i parë i Future Home. Unë e thash edhe pak më parë që Blend, për ta theksuar, është një brand shqiptar, pra nuk është një chain i huaj dhe një filozofi real estate e implementuar, është një brand shqiptar. Dhe fillimet e tua, padyshim që nuk kanë qenë si sot që puna jote është e konsoliduar si dhe emri. Si është kjo rruga me gropat e veta, me vështirësitë e veta, sot kur e shef fillimin tënd? Future Home ka 10 vite në treg tani që flasim, unë përveç se jam broker i parë i Future Home, unë jam dhe një ndër agjentët e parë të kësaj kompanie. Normalisht para 10 vitesh unë e thash ka qenë më e vështirë tregu, kurse sot ne jemi më komod te pjesa e njohjes në treg, përveç pjesës së shtetit që normalisht na kanë njohur me pjesën e licencave e tjera, por ne jemi faktor në treg. Ne jemi faktor në treg sepse kjo punë na bën që të bëjmë bashkë ndërtuesin që ndërton pronën, të bëjmë bashkë klientin që do ta blej, normalisht klientin ne i sugjerojmë edhe bankën. Nëse para 10 vitesh bankat nuk na njihnin në thonjza, kurse sot na vetë ofrohen dhe na thonë na shërbeni pjesën e klientëve, ne bëjmë lidhjen. Normalisht pastaj me hipotekën, me noterin, domethënë jemi ne ai faktori që të gjithë këto elemente i bëjmë bashkë. I bën bashkë. Po çka se ne sot jemi në Bregdet, ju keni një mbulim shumë gjerë pronash edhe në Tiranë. Përveç Bregdetit, neve këtu në gjithë të lagjet kemi një zyrë, në Durrës kemi plot 4 zyra. Tirana pastaj është më e zhvilluar dhe ne jemi faktor në Tiranë. Zyra jon Future Home Opportunity ndodhet në qendër. Ne jemi te rruga e Barrikadave, te fillimi i rrugës Barrikadës. Qendra e Tiranës. Në qendër e Tiranës dhe normalisht fokusi jon është atje. Domethënë ne fokusin përveç se Bregdetit, jugut, pjesës Dërmiut, Palasës, por kryeqendra jonë është normalisht qendra dhe është Tirana. Ne kemi 9 vite aty si zyrë, ne kemi hyrë në vitin tonë të 10 dhe normalisht fokus jonë është në qendër. Domethënë kërkesat më dha, pronat më dha, ne i kemi aty. Kemi filluar nga ndërtimet e reja të 2025-s që janë kullat që ne vazhdojmë shesim, deri te ndërtimet që janë ndërtuar më parë. Ajo që doja të thoja, nëse në pyesësh sepse është pjesa e historisë, duke qenë se unë 9 vite, ajo që ka ndodhur në tregun e Tiranës është që çmimet janë rritur shumë. Nëse unë para 9 vitesh aty gjenim një apartament me 1300 euro, sot ka vajtur 4500-5000 euro metri katror. Më shumë se 3 fishi. Po, normalisht kjo vjen si pasojë një zhvillimi shumë të gjerë të kësaj industrie në përgjithësi, pra ndërtime pafund, resorte komplekse, kulla. Ti që e ke eksperiencën të prekshme, pra e ke nga afër, si e komenton këtë zhvillim të industrisë së pronave në Tiranë dhe si ka ndikuar kjo është një histori tek këto çmime dhe tek këto në 10 vite që unë kam në real estate gjithmonë flitet do plasi fluska, do plasi fluska, do plasi fluska dhe kjo fluska nuk më plas kur. Dhe unë këtë shikoj të zyra jonë që ne në zyrë kemi më shumë kërkesa se sa prona. Kjo ka bërë që normalisht në moment që ti ke kërkesën më të lartë, normalisht oferta do rritet, çmimi po rritet. Se duhet i përgjigjet kërkesës, patjetër. Dhe ne aktualisht që flasim, ne kemi aq shumë kërkesa që ne nuk i mbulojmë dot me pjesën e pronave. Kjo bën që çmimet të rriten automatikisht. Patjetër. Dhe investitorët nuk janë vetëm shqiptarë normalisht, sidomos zona e qendrës ka edhe të huaj që po afrohen dhe po investojnë në Shqipëri duke parë që ne shumë shpejt mund të futemi në Bashkimin Evropian dhe jemi njësoj pastaj me gjithë, patjetër që po. Po
parë nga tereni dhe ti që e shikon afër këtë industri, mbase ke një ide pak më të qartë në lidhje me zonat në Tiranë që për arsye të ndryshme, qoftë çmimi, qoftë afrimiteti me pikat kryesore të interesit, kanë më shumë kërkesë. Pra cilat zona janë ato në Tiranë ku ju vinë edhe njerëzit i preferojnë më tepër? Tirana është shumë e madhe. Normalisht dhe kërkesat ka gjithandej. Aktualisht që flasim duke qenë se ne kemi afër bulevardin e ri, është një nga pikat kyçe sepse dhe projektet kanë dalë dhe normalisht është një nga pikat kyçe sepse dhe institucionet do afrohen tek bulevardi i ri. Kjo ka bërë që dhe kërkesat jetë shumë e lartë, por dhe ndërtime ka shumë. Dhe mendoj që një nga pikat kryesore është bulevardi i ri. Por duke ecur prapë, unë mendoj që edhe Paskuqani, që është bashki tjetër normalisht se bashkohet dhe bashkia e Kamzës, ka një kërkesë shumë të madhe. E ndërtimet edhe kërkesat. Pra zona që nuk kanë qenë më përpara kaq të kërkuara dhe të zhvilluara. Kjo tregon edhe një zhvillim. Në 4 vitet e fundit është, domethënë nëse flasim para 4 vitesh bulevardi e Paskuqani nuk ekzistonte fare Paskuqani. Kurse sot që flasim ata janë faktor në mënyrën e zhvillimit që po bëhet aty, në mënyrën e ndërtimit që është shumë i mirë dhe shumë cilësor, por dhe kërkesa që vazhdon dhe rritet aty. Pra edhe periferit po futen në zonën e lartë të interesit për blerësit e mundshëm. Nuk është më vetëm bloku, rruga Kosovarëve. Patjetër. Stadiumi. Okej, këto janë zonat elitare, i themi ne, dhe ndërtimet janë më të pakta dhe kërkesa është aty. Kurse kur flasim për Paskuqanin bulevardin, aty flasim për janë zonat më masive, apo jo? Janë masive dhe janë projekte shumë të dhaja që njerëzit normalisht keq ju ofron. Po flisnim pak më parë për standardin e lartë të vilave këtu, dhe tani jemi konkretisht në një vilë fantastike. Mund të na tregosh se pak a shumë çfarë çmimi mund të ketë një vilë e këtij varianti? Kjo është një vilë elitare, normalisht edhe vilat elitare dhe kur janë teke kushtojnë më shumë. Ta thash, varet nga investimi që mund të ketë vila, nga pjesët e tokës, nga metat e ndërtimit, nga pamjet që ka, që kjo vilë ka full pamje. Dhe kjo e bën që ja rrit vlerën një prone. Dhe padyshim që me një çmim të tillë vjen një komision i lartë. Normalisht një agent e ri tani. Normalisht agenti që punon për një pronë të tillë normalisht do paguhet dhe ne paguhemi me përqindje dhe në një vlerë po themi 2 milion, 3 milion e marrim diku tek 3% shitësi dhe 1% blerësit. Gjë që normalisht një agent pastaj është shumë i kënaqur dhe i jep më shumë gaz. Kjo ka bërë që dhe të rinjt po futen shumë te tregu i real estate-it dhe ja, pikërisht këtë do të të pyesja që një aktivitet kaq i gjerë që ju e mbuloni, pra pronash, në të gjithë Shqipërinë, kërkon dhe një staf që ta përballojë këtë fluks që vjen me ndërtimet e reja, me zhvillimin e industrisë. Si funksionon ky procesi i rekrutimit dhe sa shpesh ndodh që ju të kërkoni agent të rinj të bëhen pjesë e agjencisë tuaj? Agentët në Shqipëri, po kryesisht në Tiranë, neve kapim shumë pak, të gjitha agjencitë bashkë, kapim shumë pak të tregut që realisht ka. Që do të thotë, të gjitha agjencitë bashkë mund të kapin 20-25% të tregut. Kurse pjesa tjetër shiten vetë, ndërtuesat, njerëzit, që do të thotë tregu ka shumë nevojë për agent imobiliar. Por thjesht duhet të jenë të zotë. Unë shpesh them që ka shumë agent, po pak janë të kualifikuar, gjë që ne në Future Home mundohemi gjatë gjithë kohës të bëjmë trajnime, qoftë në Shqipëri, qoftë dhe jashtë vendit, për të trajnuar agjentët dhe për të qenë sa më të aftë në pjesën e komunikimit dhe në pjesën e shërbimit të klientëve, për të qenë sa më afër klientit për atë që ai kërkon realisht. Këto agent që ju rekrutoni, duhet detyrimisht që të kenë një kualifikim ngushtësisht të lidhur me këtë industri, apo janë dhe studentë të gazetarisë, të arkitekturës, pra si e bëni këtë përzgjedhjen? Unë personalisht kam 10 vite që e bëj këtë profesion, sepse ky tashmë është profesion, dhe kur e kam nisur në fillim dhe ma kanë ofruar si punë, në fillim jam trembur se thash, e para nuk e dija që ekzistonte real estate, dhe thoya si mund të shesin njerëzit me agjencinë, sepse unë mendoja për vete, flasim para 10 vitesh e shes vetë. Kurse sot që flasim, ne jemi faktor në treg. Unë kur kam nisur në fillimet tona, ne kishim shumë vështirë të deportonim te ndërtuesat, kishim vështirë të deportonim te noteri, te banka. Por me kalimin e kohës, të gjithë këta na vetë ofrohen për t'ju shërbyer, qoftë ndërtuesat për t'i marrë prona ekskluzive ose ndërtime ekskluzive për t'ia ushqitur, qoftë noterët që na ofrojnë për pjesën e bashkëpunimit, qoftë bankat që patjetër na thonë për pjesën e klientëve që t'i ofrojnë dhe t'i çojnë drejt atyre për të marrë pjesën e kredisë apo pjesën e likuiditetit. Kjo është që tregon që një agent imobiliar sot ka tjetër pozicion. Po.
Si funksionon kjo punë në jetë në realitet? Pra, është një punë terreni, është një punë zyre, është një kombinim të dyjave? Kjo puna e agjenti imobiliar të ka të bukur, që unë e them përgjithsisht që kjo është 50% zyrë dhe 50% terren, por një agent që t'jenë suksesshëm duhet jetë 70% në terren. Sepse puna më e madhe është për jashtë zyrës, si themo. Dhe kjo e bën që një i ri të futet më shumë në pjesën e real estate-it, sepse kjo është një punë që unë e them është lifestyle, që ti je gjatë gjithë kohës në proces pune. Ti mund të jesh edhe në darkë me miq duke ngrënë një darkë, por dikush që thotë kam një prontë, nuk i thosh shikoj unë jam në punë tani. Ti do vazhdosh bisedën rrjedhshëm, të thosh ku është, si është, hajde ta shikojmë. Dhe kjo e bën më të bukur pjesën e punës. Gjë tjetër është pjesa monetare. Duke qenë se kjo është një punë me përqindje, kjo nuk ka kufi. Nëse dikush është Ti je motivuar të japësh. Ti je motivuar më shumë sepse un kam kolegë në zyrën tonë që ka agent që fitojnë 500, 1000 që ne e quajmë minimale, por ka agent që mund të kapi edhe 10.000 apo 20.000 euro në një muaj. Gjë që ty të bën dhe të motivon për të punuar më shumë të ky lloj proces pune. Dhe këto janë shifra që në një rrogë mestatare apo në një administrat apo në një biznes privat vështirë se i has. Pra këto komisione patjetër që vështirë se i has, por unë e them shpesh ky është biznes. Domethënë, gjë tjetër është që kjo punë të jep sa ti jep asaj. Domethënë, nëse ti punon shumë, normalisht puna ta kthen mbrapsht atë që ti bën. Po, dhe është patjetër një industri që kam përshtypjen siç edhe ti the të kthehet një stil jetese ku dita nuk i ngjan ditës, edhe shumë e vështirë që puna të bëhet e mërzitshme. Kjo është shumë që e preke, është pjesa që ti asnjëherë nuk takon të njëjtat njerëz çdo ditë. As sheh të njëjtat prona, as ke të bësh me të njëjtat shifra. Dhe ti je në kontakte të ndryshme dhe kjo ty ta bën akoma më të bukur pjesën e kësaj. Unë zakonisht dhe kolegëve në zyrë i them që minimalisht një agent imobiliar duhet të takoj 3 deri në 5 njerëz të ndryshëm çdo ditë. Ne realisht i takojmë këta njerëz. Wow. Pra që mund t'jenë klient, mund t'jenë ndërtues, mund t'jenë... Janë tipologji ndryshme. Unë e them, neve e fillojmë punën nga pjesa e administratorit të pallatit, deri te ndërtuesat apo raste konkrete që ne kemi, deputet, artista që ne ju shesim dhe ju blejmë shtëpi. Unë kam një kuriozitet që dua të ma shuash. Ti si një agent me një portofol shumë të gjerë, një aktivitet shumë të gjerë, ke patur një episod interesant që ti mund ta veçosh në gjithë vite karrierë, një klient apo një shitje apo një ndërmjetësim interesant, diçka që të ka ngelur në mendje? Shikoj, episode ka shumë, një që unë ose unë të them edhe shumë, por një që kemi pasur ka qenë pjesa që kanë qenë 2 shok bashkë dhe ne kemi arritur, ata nuk e dinin që shoku shiste shtëpinë, ai tjetri nuk e dini që ky kërkonte dhe ne kemi për gjithë procesin e punës dhe kur kemi vajtë në hotel janë takuar bashkë, po ti shiske shtëpinë sepse ata nuk e dinin. Kjo tregon që ne jemi profesional dhe ne marrim qoftë pronën, qoftë klientin nga aja të zhëja, që nga pjesa e pronës, që nga marketimi, që nga pjesa e noterit, që te banka, domethënë e ndjekim gjithë procesin e punës deri në fund. Dhe normalisht klientët janë të kënaqur me këtë që bëjmë ne dhe në fund të ditës prandaj na paguajnë. Ky është një nga episodet që unë e quaj Jo, ideja është korrektësi dhe nga klientët, sepse ne na paguajnë për atë që ne bëjmë. Po. Kurse pastaj pjesa që ne i quajmë të shakatet qeshrat ka shumë, kur gocat për themi futen në kantier vinë me taka, është kjo që thash për parë që ne nuk e dim asnjëherë se si do na shkojë dita. Normalisht i ke dalë për një takim, ke pas një shitje, ndërkohë të merr ndërtues do të kam disa prona në një kantier. Ti do vesh atje, kupton? Pavarësisht se ti je veshur me taka, je me kostum, ti je atje dhe. Ky është rasti im sot. Ti do dilë gjithë balt pastaj. E kuptoj. Domethënë ka raste pafund që ne mund t'i themi. Një rast tjetër pastaj kur një koleg ka qenë kjo, domethënë mendonte që kishte mbyllur telefonin, ndërkohë telefoni i hapur dhe vazhdonte komentonte për klientin. Oh, sa interesante. Duke thënë që shiko ky nuk blen, e kupton? Kështu anti-reklam direkt. Kjo është ajo. Direkt me kryq. Është një punë shumë dinamike, të thoja unë, është një punë shumë e bukur. Unë kam 10 vite që e bëj dhe çdo mëngjes me të njëjtin motivim për ta bërë këtë punë, sepse më jep realisht kënaqësi. Dhe në momentin që ty të jep kënaqësi, ti jep më shumë energji. Ti drejt për punën tënde. Jep më shumë energji. Edhe nuk është në dorën e palëve të dyta apo të treta që të vlerësoj punën tënde. Është gjithmonë në dorën tonë ajo që ne japim, unë e them shpesh, ne atë marrim. Shumë e vërtet. Unë jam shumë e kënaqur që ishe sot me mua, edhe të falenderoj shumë që dave këto histori interesante, edhe që je një shembull shumë i mirë frymëzimi për agent të rinj që ndjekin rrugën tënde dhe me të drejtë duan t'i bashkohen. Shumë faleminderit. Mirënjohje dhe
Shumë faleminderit dhe për ftesën dhe për emisionit që ju bëni për pjesën e real estate-it. Faleminderit edhe ju që e keni ndjekur këtë episod të dytë të Klas Real Estate dhe së bashku do të qemi në episodin e radhës.